Në mars të vitit 2022, me urdhër të SPAK-ut u arrestua në pikën kufitare të Morinit 32 punonjës policie për akuzën e korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës. Operacioni u zhvillua mes Kosovës dhe Shqipërisë. Nga ana e Kosovës, operacioni preku rreth 40 vet, përfshirë policë dhe doganier. Nga hetimet dilte se policët merrnin 5 deri në 10 euro për të lehtësuar kalimin e shpejtë në kufi ose në ndonjë rast për uljen e vigjilencës ndaj ngarkesave apo tolerimin e kalimeve gjatë kohës së pandemisë. Prokuroria e posaçme deklaroi se kishte dokumentuar 312 episode të veprimeve korruptive të efektivëve të policisë gjatë një viti, ku ata merrnin si praktik 5 euro për nderet që bënin. Çfarë ndodhi më pas? Policët u futën të gjithë në burg dhe për gati një vit u harruan aty pa I marrë kush në pyetje. Disa prej tyre përjetuan drama të rënda familjare pasi ishin njerëz pa mbështetje ekonomike dhe krye familjar të vetëm. Arrestimi I tyre përfundoi pas më shumë se një viti dhe për të ruajtur nderin e SPAK-ut, shumë prej tyre u dënuan duke u llogaritur vetëm koha e paraburgimit. Koha dhe kostoja e qëndrimit të tyre në burg nëse I llogarit, I ka kushtuar shtetit shqiptar 10 herë më shumë se sa dëmi I tyre si policë abuzues me detyrën, ndërkohë që në Shqipëri ata u masakruan publikisht për të justifikuar paraburgimin. Pala kosovare e policëve dhe doganierëve, numri I cilëve ishte 40, që bashkëpunonin me policët tanë në këtë trafik, nuk qëndruan në burg. Ata u liruan me detyrim paraqitje dhe procesi final përfundoi në shumicë me vërejtje për pushim nga puna dhe në ndonjë rast largim nga detyra. Krimi ishte I njëjtë, por sjellja e drejtësisë në dy shtete të ndryshme ishte krejt tjetër. Në Shqipëri paraburgimi ishte brutal dhe ata u lanë thuajse një vit brenda, pa u pyetur asnjë ditë, ndërsa në Kosovë sjellja ishte më racionale dhe në përpjesëtim me krimin që kishin kryer. Nëse qëllimi I drejtësisë është ndëshkimi I korrupsionit, ndëshkimi duhet domosdoshmërisht të jetë proporcional me veprën penale dhe nuk duhet të synojë vojtën fizike apo shkatrimin e jetës së njerëzve që kanë gabuar në raport me ligjin. Nga ana tjetër, kostot që paguan shoqëria për gabime të tilla të SPAK-ut janë shumë herë më të mëdha se dëmi që kanë shkaktuar personat e akuzuar, dhe këto kosto janë kosto të drejtësisë që mbesin gjithnjë pa u ndëshkuar. Nëse kur vjedh dikush dënohet në mënyrë brutale në raport me dëmin e shkaktuar, kur dikush pa ditë shtetin për shkak të padrejtësisë, fajtorët që janë në anën e drejtësisë jo vetëm që nuk preken, por shpesh promovohen për gabimet e tyre. Në një analizë të saj, gazeta britanike The Independent, në një shkrim të një prej pedagogëve më të njohur shqiptar në Britaninë të Madhe, Andi Hoxha, theksonte shqetësimin rreth politikave të paraburgimit në Shqipëri, ku ka rreth 166 burgosur për 100.000 banor. Ajo që është më shqetësuese është se 61.3% të burgosurve janë të paraburgosur që ende nuk janë dënuar. Pra më shumë se gjysma e atyre që janë në burg ende nuk janë dënuar. Në pamje të parë krijohet ideja se burgjet shqiptare janë mbushur me vrasës apo njerëz të kapur në krime flagrante, ndërkohë që në fakt 90% e atyre që mbahen në paraburgim janë njerëz që presin të dënohen për vepra penale që shpesh dënohen me 1 deri në 2 vite burg, shumë më pak se sa koha që kanë qëndruar tashmë në burg. Pjesa tjetër ende të gjithë jetën duke kërkuar të vjet në vend padrejtësia e bërë nga drejtësia, por nuk gjejnë më zgjidhje. Ata janë pjesë e statistikave të drejtësisë që kanë mbushur burgjet. Ilir Meta mund mos merrej seriozisht pa hyrë në burg për shkak të lehtitive të tij, por ajo që thot se në burg ka takuar njerëz shumë më dinjitoz se ata që janë jashtë ka një të vërtet. Dhe kjo lidhet pikërisht me njerëzit e thjesht paraburgosur pa pikë mëshire në raport me veprën e tyre ende të pa formuluar penalisht. Burgosja paraprake e vlen për ata që vrasin apo kapen flagrant si njerëz me rrezikshmëri shoqërore dhe jo për një policë që kapet se merr 5 euro në një pikë doganore. Ai padyshim duhet ndëshkuar, por ndëshkimi duhet të jetë proporcional dhe I drejtë për të mos zëvendësuar një korrupsion endemik me një krim të ri ndaj qytetarit. Nëse në Shqipëri ka ndjeshmëri kur arrestohen politikanë paraprakisht, nëse shoqërisë I bën përshtypje urrëtia patologjike e disa prokurorëve ndaj Veliajt, apo arrestimi paraprak I Ilir Metës ende pa u ngritur akuza penale për qindra shqiptar të pafajshëm, të pafuqishëm dhe të pa zë që ende në burgjeve, drejtësia është përgjegjëse për paraburgimin e tyre për vepra thuajse banale, të cilat mund të ndiqen në gjendje të lirë pa shkaktuar shkatrime jetësh. Edhe pse flitet vazhdimisht për këtë çështje, duket se drejtësia jo vetëm që nuk reflekton, por e ka burgosjen paraprake mjetin e vetëm për të dukur e suksesshme, nga njëra anë për statistikat dhe nga ana tjetër për ta përdorur si presion për të gjetur prova rrugës edhe për të justifikuar skandalet e veta. Ndaj kjo gjë duhet marrë fund nga ligjvënësit dhe jo të lihet në dorën e drejtësisë. Kjo histori duhet përfundojë në parlament për të sanksionuar qartë se kush arrestohet në flagrancë, kush mund të mbahet në burg ende pa u ngritur akuza apo pa u dënuar, dhe kush duhet mbajë përgjegjësi nëse ndodhe kundërta. Kam frikë se nëse I hyjmë në një studim të thelluar dhe të kërkojmë dëmshpërblim për të gjithë ata që paraburgosen kot, rrezikojnë që drejtësia t'i ketë vjedhur më shumë lek shtetit sa I duhet të akuzuar për korrupsion. Por për fatin e keq të tyre dhe fatin e mirë të shtetit, jo të gjithë dinë që duhet të padisin prokurorët dhe gjyqtarët që I arrestojnë për qef, këdo që u teket.